gati çdo biznes që ka ardhur në Kosovë për të investuar pe Gjermanisë e ka një lidhje me diasporën. Është shumë interesant. Gjatë këtyre 6 muajve që jam këtu në Odë, 3 investime gjermane kanë ndodhur. Domthonë janë 3 kompani, njëra është duke investuar në një qendër për kujdesin e të vjetërve, që është risi në Kosovë, domthonë ka kvalitet me standarde gjermane, sepse ata kanë pasur një mundësi të mirë për një shoqëri kosovare e cila gjithashtu është duke u plak. Edhe të vjetrit të moshuarit nuk po kanë ma kohë shumë i kqyr të ri, sepse ose janë jashtë vendit ose kanë angazhime tjera dhe e kanë pasur një mundësi. E kemi një biznes tjetër gjithashtu që janë 2 motra gjermane të cilat kanë vendosur me investu në kablo të rrymës, në pajisje elektrike në Kosovë. Domethënë ato kanë ardhur nëpërmes një bashkëpunëtori tyre kosovar i cili që 25 vite punon me babën e tyre në kompaninë e tyre dhe i cili çat gjithë kohës ju ka thonë shkojmë Kosovë ta vizitojmë edhe kur kanë ardhur dhe kanë pa, tash ju ka pëlqy edhe tash veç kanë vendosur me investu. Kemi një zoj tjetër gjermane e cila ka hap shkollë pilotimit në Kosovë, që është risi. Ajo i ka 300 student në Gjermani në zënës ose që do t'i quajmë ata, të cilët do të vinë t'i marrin orë të kjo, i ka bart shumicën e pajisjeve, i ka marrë licensat për KFOR-it, për regulatorit tonë të Kosovës për fluturime, domthonë është duke u bë gati me gjitha aspektet, ka pru gjirokopter, ka pru simulatorin e Boeingut, e ka pru, është duke i sjellë edhe aeroplan të vogël me cilët i marrin ato trajnimet.